Faleminderit. Po e mira po. Po që vërdhi, është bare? Senone veç pak, senone. A shkojmë ma mropa se pjesë mujnë. Pasha një porë qëra, do të kikën të sponi. Qikën të porë ja fali, si Në një dhe një kemi këse bëhë ki vyrë për demarkacion. I vyrë për aja i mirë, së mundë në nëshkru me ta. No. Në e rritë rokat. Qitja kemi ka se mos i hapsiti. Unë jam punëtori i arsimit, kam qenë në realitet punëtori i arsimit 43 vite. Edhe e keni dëshu deklaratën e punit kur ka thonë se punëtorët e arsimit kanë qenë studenta top. A keni dëgju, ju sigurisht gazetarët e keni dëgju. Ka qenë studenta top, a nuk e ka mendua ai që prej aty në punëtorët e arsimit është ai sot poshtë. Tu shprehna ju si gazetar, edhe shprehna mlefin e juj edhe tonin, unë po flas sigurisht në emër të kolegëve të mi, që kam punuar 43 vite, e sot jam pension. Tu i fol edhe një trusi, një 30, një 370 euro, e ta na i bie 180 euro. E ai me 1300 euro nuk po mundet me jetu. E ka borë rrogën më të madhe në rajon. Me keqja është aja që ne sot po të vojmë këtu, edhe nesër shkojmë. E shprehëm lefin tonë, sot nesër një përprishëm. Unë bëj thirrje që të vazhdojmë, jo vetëm sot me këtë që po e shqipni këtu, po të vazhdojmë. Unë namën kolegëve të mi jam shumë i mlefosur kur e kam dëgjuar se mësuesit janë shumë të dobët. E nuk e din ai prej kurit ka dalë ose nga kush ka dalë. Prej dorës tonë, jo prej meje, po prej një kolegës tim ka dalë ai edhe shumë tjerë. Sikur edhe ju që keni dalë. Fimra me sot e kena punu 4 vite. Ju ënë fejësën ju apë raport në punë, su në një? Ja, i ke malkue. Absolut të gjithë, për shpravi raport që ju kur gjo. Qysh po ki ftyri ke malku gazetar t'je dalë këtu, po keshësh? Qysh ki? Qka më rëjepi atje? Pas ka orë Halil Makroshi me vizitu. Halil Makroshi dhe gje e ka lurë shizën e teatrit, sot pas ka dhe të dera. Qëto janë? Harrova me ta pruni Shlivovis, në ashtë... Zotri Matoshi, pse rroga se ka që madhe kryeministri? Halil Makroshi, sa rroga i ki. Ju lutna. Sa rroga i ki o Halil Makroshi, ej. Ju lutna, ej. O Halil Makroshi, po leo në të pak, qaj orë A mundë me marrë një? E t'jas gazetar si e për? Njo, Si jas gazetar, bro ti, ej.
Veç pak. Unë mi viti 3. Cili vit ti more? Janë organizatorëve Sa profesioni ki? Sa profesioni ki Halit? Mickey Mouse. Ja respektoj punën tuaj, kam gjithmonë të gjuj. Cëllën punë more? Shumë falë dy. Tash, na po dojmë ju lutna, mos devijan kjo mesazhe dhe ky qëllim për çka është. Ne të organizohet zgjonve vogël. Faleminderit shumë. Qa faleminderit brej? So puna i kibret e, artist të një bos, qa? O ma kras, Ju lutna, o një më kras. Interesat ka qenë. Imi shkrimi, Kurtina sot tash është koha kur na kena mi vendos në rrethojen e kryeministrisë. I lus këtë këta njerëz çka do që janë këto që mundën me kontribu, na përshkojmë ofër kryeministrisë në formën më të qetë mundshme, pa asnjë akces du mu kry kjo punë, në formë simbolike ti dorëzojmë kravatat në për rrethojen e kryeministrisë. Falënderit shumë për juve, tash zhvendosh me atje dhe i vendosim kravatat. Si s'ka dërzove Alilit ti si tash. Jo, drejt, këta si. Që une, ja kom falë. Haj gore bojnë me neve. Kurse që mundet me kontribu, me i vendos në rrethoj. Ju lutna, kushdo që mundet me kontribu, pe i këtuit, vazhdojmë a i vendosëm në për rrethoj. Faleminderit shumë. Bismillah. Mos porish të qerapa. Kush kur mundet pe i këtuit. Urime minister, s'kine me mi blet kafta, janë? Sharta, janë? Edhe që të mirë, po, drejt një kalzu bolë për mëdhimet se dy konkret. Me sen se ka orë puna qëto. Po ja jam, që përkosisht. Mirë për rina, ha? Edhe firmatu e në fakt. Për ka rikon në Të ndonë për vjetrinja. Ka vazhdu të dojnë bojë zezat, në që blasë të të. I kanë kërrit mja unë gjitë dhe më brisaqa dhe. Dhe të kërri mja gjunjë. Sa kravata ju mbledh sësej? Janë pra përsisht tash me grumbullim që ka u bo sot, dhe më honë më rrinë te 250. Te aligën për arsye se ka mundësi
me I pas më të gatshme. Po. Si të vendosën këtu, atëherë kena me dhënë deklaratë. Vetëm deri sot e kthyrëm kur vendosën komplet pjesa. Aj, zëroni rrethin pa kamermana. S'na një kërkush. Ama ves? Po thua? Okej, atë prit deri sot thëni im gatshëm janë. Zonja, a mund të shtë ndut, ma? Del që atjen që? Del përpora, del ku është avaja. Ka dalë oba blok se se kam tribunin. Për pakon gatshëm krejt ju. Kushtra? Liga, dhe mojnë ose mikrofon? Kushtra? Apo del që atjen? A mund është me mojnë që mikrofon? Dhe shpak se I të kam bu, kolega. Zonja, del që atjen? Kika? A ju vyn kliti manan që të përmëstar? Ja, mire. Vesh fak. Kalzoni kur jeni gatshëm. Haver që duhen, mu ma shtynë. Po presh ma sot, duhet 3 ditë të dela janë në vetin tani janë isë dhe Zoni a jenë të? A i goti. A pe olin që ato duhet kësa presit për shikona? A i një goti. Jo, pret bre. Zona po afrosh. Kur do të ditë në vetëm tregon. Kuj bjalon me von shaje. Okej, Ka që është ashtë kallëzujna. Okej. Hajde kam. Kisha budel për para? Kur du? Hiç pa problem. Po. Fillojmë. Përshëndetje media të nderuar, përshëndetje qytetarë të nderuar, përshëndetje aktivistë që mbrana këtyre 2 ditëve e kallëzot një kontribut të jashtëzakonshëm në ndihmë të kryeministit të Kosovës, në ndihmë të qeverisë të Kosovës. Na si organizat Beyond the Wall me një ide, gjys idejete, e fillum një iniciativë marrë shkas nga deklarata e kryeministrit, ku ndër të tjera thot që në arsyetimin e rrogës e rritjes pagës rrogës tina, ai arsyetohet me një farë arsyetimi që për mu është një ofendim, duke thonë që neve na nevojitet për me ble këmisha dhe kravatë. Si organizate morëm një iniciativë që për këtë punë lirisht I kërkojmë kryeministit leta unë pagën e vetë. Nuk ka nevojë për kravata e këmisha me rrit pagën për shkak se na ja sigurojmë. Momentalisht na afrum afër 300, domethënë për 300 ditë I ka të sigurune kravatat. Këmisha ka pas më pak, po megjithatë do të aktivizohem më për këmisha. Atëherë ai le t'i ul pagat e na këto gjëra ja sigurojmë. Gjithashtu I kërkojmë edhe gjëra tjera. Ai mundet lirisht me I pushum nga puna 72 zëvendësministra. Edhe me bo 1.7 milion banor jena 1.7 milion banor jena krejt mundu mu bo zëvendësministra. Qatë sa punojnë ata edhe na besoni si punojnë. Para me ndoni një shofer I ministrit, ai kryeministrit 750 euro rrogën. Pa dosh me ofendu shofer. Kur arsimtarit e ka 2000 euro rrogën edhe unë pranoj 750 me pas shoferi. Po ju në këtu rrethona. I kërkojmë kryeministrit që për gjona subjektive që shnapi llogaritu, lirisht le të ul pagën e vet, edhe I kërkojmë fuqishëm. Për këtë gjona populli ka më të nejtë gati. Popullin e ka mrapa. Pej nevoja imediate që janë me shty kerre e më janë rruna I gumë s'është pikë problemi. Vetëm jo me rrit pagën për këtu arsye. Nëse ka arsye tjera ai le t'i jap, derisa të qëndrojnë këtu arsye në asnjë rrethon nuk pranoj. E kem vendosur në për këtu rrethoja për shkak se kryeministri ka nevojë edhe mi pa. Na shtahet nuk I pëlqejnë. Ato që kryeministrit nuk I pëlqejnë mundet më na I kthy mrapsht, edhe na do t'ja zaventsojmë. Por ka kravata të ndryshme, nuk po arrimi po këtu tash se janë keni mi pasur fotografi që janë dedikuar për momente të ndryshme. Mjafton ta shohim këto, për shembull këtu e kena propozuar që kjo le të jetë për ditën e 1 qershorit, ditën e fëmijëve. Kur t'ju del përpara mundet me kon shumë kreativ. Edhe fëmia mundet më kënaq kur e shohin një kravatë si kjo.
Domthon, kjo është iniciativa jonë. Inshallah nuk nalet me kaq, na jemi një grup i trive, nuk kem absolut në asnjë formë dhe në asnjë rrethon, asnjë ambicie tjetër, pos me fol për mirëqenien tonë. Na si tri që po shkollohëm, që po kryjmë do shkolla, që ato që po mundu mi kryjmë këtë Kosovën tonë, po kërkojmë, respektonani, mos na hupni shpresën dhe na do të vazhdojmë të punojmë për këtë vend. Për ndryshe, derisa ndodhin këto gjona që janë të ndodh, atëherë rinin do ta ketë mbrapa vetim me ndihma si kjo. Po në asnjë rrethon me ndihma tjera. Shafa, është vërtet që i koi kërcënim për staksion? Jo kërcënim, ju lutna, këtu do portale ju ndal me ran, mos i llogaritni kërcënim nëse dikush e shpreh mllëfin kundër teje. Unë nuk i marr kërcënime. Ju bëj thirrje këtë aty në njerëzve që më kanë shkruar, më kanë shohë, më kanë thonë biri shkine se i biri shkot. Unë i dua ata çat se i dua edhe popullin tjetër të Kosovës. Krejt i dua vëlla. Na nuk po flasim për prapavia që ka pas para 18 vjetëve për luftë. Na po flasim për sot, për 3 erët e sodit na lidh. Nuk ka mundësi, na nuk po flasim për ato gjona. Na i qëndrojmë mrapa edhe UÇK-s, edhe forca tjera që kanë ndihmuar, kanë kontribuar këtë vend. Ndryshe unë e vi për Shkenderojt, për një vendit që ato, mu më kanë bo thirrje dhe më kanë vetë ku je konë ti të 99, aje mos je konë në blocë. Publikisht ju ka lëzë që në 99 i këmë pas 7 vjetë e gjysë. Dhe më thonë kështë që me sigurin në blocë nuk im konë, po as kafe atër s'kum pas mundësi me pi, se na thëshin që del bishti me pi kafe. Ju bëj thirrje, mos ju këtu, ju me kësi gjanash mos u merrni, ju lutna. Na jem të folë për pagën e kryeministit, as për individ që ka rrit pagën e kryeministit, ju të Ramush Haradinaj. Nëse vje kryeministri dikush tjetër, pra paga do të jetë e njëjtë, nëse s'është më e madhe. Kështu që na nuk kem kurrë të bëj personale me asnjë parti, asnjë kurrë hiç. Kryeministri sot shumë nëse dikush tjetër do të na ka kundër tina për kësi vendimesh që na i cilësojnë si jo të mira për popullin e Kosovës në këtë gjendje ku jetojmë, në këtë vend ku jetojmë, në këtë varfëni ku jetojmë. Vetëm që ka me dalë kryeministri me mbjellë këto kravata. Po na i bojmë thirrje që ai le dele o le të shikon se është popull solidar. Hej, unë seriozisht sot viças kum kojt kur njëri e hiq kravatën e vetë dhe e lën ato. Kravatën që ka lënë ato. Domthon, kjo është një popull solidar, ai ka përmas një popull solidar. Një popull që nashta edhe jeton me 200 euro, po nuk e ka problem një kravatë. Ramush Haradinaj si kryeministër e përfaqëson një popull të varfër, lutna. Mo nuk e përfaqëson ai pa popull super të pasur, që i nevojitet me kallëzu që është super kravatë ose super këmish. Na me këtu mundësi, nashta nuk i pëlqej, nashta na i kthen mbrapsht, çikash ke mundësi na, po për çikash nuk e lëm me hiq për 700 vjet. Unë jam Kushtrim Mehmeti, organizata që veprojnë këtë punë është Beyond the Wall, na merrim kryesisht vetëm me aktivitete të rive, me gjona të cilat kanë të bëjë për rini, por që e kena posit nevojshme që me shpreh një farë forme artistike. Tu mos dosht me marrë konotacione tjera, këtë farë revolte, protest artistike që çdo që mund të quhet. Falenderoj shumë për juve. Kushdo që ka kohë tash edhe na i ka për mundu me pi. Ama që ato të zion. Asko.
Apo në Sandri? Simbuli ka marrë kryeministri ku 3 gjys me dalë. Kryetari i familjes thotë me kohë uluj me ai për rana 100 vite me ngrit 100% rrugën, unë nuk e di, në hala se kemi marrë rruga që kemi marrë penzion. Kemi rashë të them. Gjithë vazhdet e sot ai e ngrit. Shumë e qëllu. Kur pa shtetë, pas kryetari ju. Na për trit. Nuk ripuna, po këtu s'ka. Pak, ove që alo. E 2 morka e kom doja kom blerë një kravatë se me kravatë e mimë. 2 morka kom blerë, qatë kravatë ja kom pru kryeministrit në Tavnën. Aja shumë me vlefshme se është e popullit. Faleminderit shumë. Faleminderit. A do një latë? Faleminderit, mjafton për të. Jemi të ketë pensionerët 15 vjet. A do në dikush deklaratë? 180. Tjetë, më dhe tjetë, jakë shumë, shmujtë s'kam milasë, në mojtë rëndë. Vetë më shtorë, më shumë. Të ndëgjoj lajmin se kryeministri i vendit i ka ngrit pagën e vet. Kështu si e kam lexuar edhe nga portalet e tyre, prej 1.300 euro në 2.950 euro. Sigurisht nuk i kam mjaftuar, jo? Edhe pasi që kryeministri ka kërkuar që unë jam një kryeminist dhe duhet të jem i veshur mirë, ta kem në këmish, një kravatë, garderobën e mirë, edhe unë pajtoj me atë që kryeministri jonë ta ketë një garderobë të mirë, sepse ai del edhe në vizitë në vende të tjera, edhe vinë në mysafir këtu. Kështu që duhet ta kemi një kryeminist me një imazh shumë mirë në vendet. Edhe kam dashur që mos ta lëm kryeministin të vuaj. Ne jemi solidar, kemi qenë dorë aty ku është kërkuar nevoja. Edhe ne jemi solidarë edhe në këtë rast, edhe ja kam afruar një këmish të bardhë edhe një kravatë. Edhe përkundër asaj që kryeministri ka premtuar gjatë fushatës para të dhurës Suriname